Po pra. A është të vërtet? Po, ka dalë. E kanë qenë njerën këta, bashkësia islame, po shkon kishë lapushnikit, kanë e mu faksu, kanë urna. Kanë para se A ki fakte që i ka që bashkësia islame? Po. Para se, a ki një ata mëra ujë për nërdelin në herë. O, le, këto janë ja, ki fakte që i ka që bashkësia islame, po pikresht. Bashkësia islame, çka ka thonë ai? Bashkësia islame janë manipulatorët më të mëdhaj. Ja, më. A i njerë personalisht? E çka ka thonë ai kur ka shkuar aty në kishë lapushnikit? A i njerë dikon pri bashkësisë islame personalisht? Po. Kanë? Tërnovën. Kur ke najti me Tërnovën? A përmes televizorit? Po mirë, a përmes televizorit po mendon që jo nësë është banale? Që, jo, banale, që për të kalëzek. Është pytje konkrete, kur ke najti me Tërnovën që mi thonë ati është manipulator? Qka më ka manipuluaj? A dole vës pak. Që vësë më së më dërry të anaj, ti falë sa dushën në më dërry, unë këtë foli më së më dërry. Hajde po të ndërëm. Që ashtë të mirë. Dullën thënë, ka kesh për dërimi bashkësinë islame 100 diçka mijëra. E thani ka vjedh arkatori. E qatë ka dëmtuaj e ty? Ty si bashkë levizje për i këthim, qatë ka dëmtu? Për pak në herë. Po ti nëse ka manipulu me komunitetin e vetë, është problem i komunitetit. Ti atë nuk kemë në hoxhanis, atë nuk kemë përfaqësoj bashkësinë islame, atë mos ndërhy, na mos ndërhy. Veç mos e ngrit zonin me... Po të ngriti zonin, po mos ndërhy. Unë nuk lejem me ndërhy. Sadri, nëse kjenë ndërhyrën e qëna. Ja, mos e quaj, le. Ja, të lutna. Bashkësia islame thanë nuk kam lidhe me ta, tha. Qa po përzit? Nuk i përpatësoj, thash. Qa po përzit? Kja, veç pak, kër thaj, i kom emnat, i kom kretë të, thaj, tha, s'po këtëzaj me fuj, tha se dërë me më vëra. I kanë kësnu me jetë, bashkësia islame. Bashkësia islame nuk i ka leju me avërrus nonën atina në vështri, që se ka paguan të arsimin, edhe pëse u konë rast social, u konë media, u konë gjithkën, TV u konë gjithkën. Edhe e ka shqit viqin, nuk i kanë dollë parët, kanë thonë, ja, pa i kompletu parët, nuk ta vërrusëm nonë me rritë fetare. U shku i ka marrë hova 180 euro për me avërrus nonë. E për që djegjen e koronën, shka me ndani tjo, pasa gjanë? Djegjen e koronët, atë qka është aja, nuk e di, unë e gjykaj gjdo ase akt vandalist. Nuk e përkraj. Kush dhe qëftaj? Ta shë pikpytje madhë, kush e ka bu? Pikresht, s'ka ala personat identifikum që e kam bo këta. Të po pajturin këtë bikë, që gjyrë bëllizim e një bikë. Do me thonë këta, si bashkësi islame, o konën Seliman Rexhepi. Seliman Rexhepi ka qenë kryetari bashkësisë islame të Jugoslavisë, ku përfshit Kosova, Macedonia, Bosnia, Sanxhoku. Këtë benë ku e musliman. Edhe jënë konë gjene me të vëra për qatë Seliman Rexhepin. Qatë Seliman Rexhepi tash e ka shku librin, apo ka shku një libër vetën. Autobiografi. Po, e ka shkru. E ka shkru. Edhe ka kalëzu kretë për shtërsinat që i ka bo vetë. Gruja i ka thonë këtë parë, mos i bërë mos e haramin. E ka qitë gruën, gjojnë edhe familin kretë, ka në këtë vjë pushkatesht ashtë. Mësoni mësë bëni zë. Ka në qështë i hoqë për bje parët haram. Vetë, unë s'po thëmë, vetë mërë në lecënë libën e tina, lecënë. Qka është taj sot? A është hala hoqë? Unë po thëmë o konë, jo, kryetari bashkësisë islame, që shë konë hoqë, u konë hoqë edhe ka marrë nusën me mosh. Ndë gjo? Stërmesa, jo mesa, për stërmesën e ka marrë me hoqë, me mosh. Edhe këta mosh të ashtë i majnë mu moral, islamit më bronë për moralit, për cullak, apo keni qef jo me tonë, që ka cullak në zonë se cullak, ma mi e më mluë, po okej, skandali me seks, a duhen me dreze. Ato në këshku me miniqa. Të lutem mos e banalizo debatin derin që të formë, se po du me respektu pak zotnjën që nga kaftu. Mos përdor seks, mos përdor sene që dikush mundet me i marrë dhe mi kesh kuptu për çka jemi këto. Nëse bashkësia islame ka pas, çka po thu ti se unë s'po disha që unë kom lexu titullin. Skandale seksuale në bashkësinë në Medrezën e Prishtinës. Nuk ka fakte, s'ka pas asnjëherë. Sot mediat